Në qytetin e Shijakut, mbrëmjen e 1 qershorit u zhvillua eventi sportiv Shijak Boxing Fight Night 2, i kthyer tashmë në një traditë, organizuar nga Bashkia Shijak në bashkëpunim me Titan Fights. Ky spektakël ngjiti në ring boksier dhe kickbokser nga Shqipëria, Kosova, Anglia, Franca, Italia, Portugalia, Nepali dhe Senegali. Në ritmin e emocioneve dhe shpirtit garues, mbrëmja nisi me 4 ndeshje për moshat e reja dhe vijoi me 12 duele të forta midis kampionëve të peshave 60 deri në 92 kg. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i Bashkisë Shijak Elton Arbana theksoi rëndësinë e këtij eventi për komunitetin dhe brezat e rinj. Trajneri dhe organizatori Anton Kikri theksoi rëndësinë që ka ky event për nxitjen e të rinjve drejt sportit. Sot kemi sjellur 11 ndeshje boksi dhe kickboksi, kemi sjellur sportistë nga Anglia, nga Franca, nga Italia, miq nga Kosova, Shqipëria, kemi sjellur sportistë të cilët janë kampion dhe do japim më të mirë në ring. Pjesë e ringut ishte dhe boksieri më i vogël i mbrëmjes, 8 vjeçari Hegel Kërtusha, i cili ndau emocionet e para pas fitës së tij. Unë kam 4 vite që merrem me këtë sport. Merresh 4 vjeç me këtë sport? Po. Si ka qenë e vështirë? Fillimi ka qenë i vështirë. Po tani? Tani është e lehtë. Ndeshja e sonme u duke bukur, edhe ai ishte i fortë dhe unë. Mes të pranishmëve në këtë event ishte dhe ish kampioni absolut Kreshnik Qato, i cili është mjaft i lumtur për ecurinë e sportit të boksit në qytetin e tij të lindjes. Shkënaqësi që të mbledh gjithë boksierët, do të thosë nga 3-4 vende të shtetet botës që vinë bëjnë Shijak. Edhe unë kam nostalgji të madhe në mos Durrës që bëj boks, edhe falenderoj këto njerëz që kanë përkrahur boksin në Durrësit. Por sa i përket anës teknike, anës boksit, unë shikoj që boksi i Durrësit, niveli i ekipit durrësar ka ecur shumë. Mbrëmja nuk ishte konceptuar vetëm me duele në ring, por dhe me një koncert festiv që krijoi një atmosferë shumë të bukur në qendër të Shijakut.